Dikur Silvinjo ishte i paprekshëm në Shqipëri, teksa edhe analistët më kritik të kombëtares, kur vinte puna për të analizuar kuqezinjt, ndaleshin dhe jepnin vetëm komplimente për trajnerin ton. Rezultatet që Silvinjo po korte ishin fantastike, duke marrë stofin e të paprekshmit. Arsye e parë që Silvinjo nisi të kritikohej në Shqipëri ishte Europiani i Gjermanisë dhe më konkretisht ndeshja me Kroacinë. Arber Hoxha, ky i fundit hyri shumë vonë në fushë dhe dhuroi një ndeshje fenomenale, duke bërë që të gjithë t'i suleshin Silvinjos me të drejtë që përse pritja e gjatë dhe nuk e hodhi Arber Hoxhën më parë në fushë. Më pas futbollisti ynë nuk e mbajti dot pritshmërinë në këto nivele dhe nisi të sfumojë disi, duke u lënë në stol për shumë ndeshje të Dinamo Zagreb, madje në atë sezon duke mos e provuar asnjëherë shihen e Champions League, pavarësisht se Dinamo Zagrebit ishte kualifikuar në Champions. Dhe gjithë magjinë e përjetuar nga tifozët e Shqipërisë, gjithë komplimentet për atë ndeshje me Kroacinë, Arber Hoxha i ka përjetuar për herë të parë dje me Dinamo Zagrebin. Dinamo e Zagrebit fitoi ndaj Fenerbahçes në shifra 3-1 në Europa League dhe për ndeshjen e dytë radhazi, Arber Hoxha ishte më i miri në fushë. Shqiptari i dha fitoren ekipit të tij ndaj Hajduk Splitit në derbi pak ditë më parë dhe dje dhuroi një asist dhe një performancë në nivelit të lartë ndaj Fenerbahçes. Për median kroate, Sportske Jutarnji, Arber Hoxha ishte më i miri në fushë dhe meritonte notën 7.5, e shkatërroi krahun e tij, e bëri autostradë. Nga ajo ndeshje Arber Hoxhës detyroi mbrojtësin e krahut të Fenerbahçes, Sojunucu, të largohej nga fusha dhe më pas e bëri Semedo të vuonte, asistoi për golin e dytë, shkruhet në median kroate. Kështu shqiptari bëri që mbrojtësi i Turqisë, Sojunucu, që të ulej në stol përpara kohe dhe në Twitter shpërthyen komentet nga tifozët në Turqi që pyesnin çfarë është ky futbollist, nga doli ky lojtar, te cili ekip i Turqisë do të firmosi pas kësaj superndeshje. Arber Hoxha ishte më i mirë se të gjithë lojtarët e Fenerbahçes. Nuk ishin vetëm komentet e këtyre tifozëve të thjesht që e vlerësuan Hoxhën, por edhe legjenda e Turqisë, Nihat Kaveci, reagoi në lidhje me këtë temë. Hoxha majtas, Hoxha djathtas, Hoxha preku topin, Hoxha dribloi, Hoxha hyri në zonë, Hoxha pasoi, Hoxha, mjaft, na lodhët sot, nuk e di nëse ky lojtar është vërtet kaq i madh, megjithëse sot ishte i tillë, tha Kaveci. Sulmuesi shqiptar u kthye në një temë diskutimi edhe në konferencën për shtyp. Një gazetar kroat e pyeti trajnerin e Fenerbahçes se sa e befasoi Arber Hoxha në ndeshje, pasi pritej që të ishte në stol, siç ndodh zakonisht, por në fakt Arber Hoxha ishte ylli i ndeshjes. Edhe trajneri i Fenerbahçes, Domenico Tedesco, e pranoi befasin nga shqiptari. Nuk e dija që do të luante, ishin pak të befasuar. Hoxha ishte shumë i shpejt, shumë i fortë me topin, një lojtar shumë i mirë. Ndërkohë trajneri i Dinamo Zagrebit, pasi dëgjoi këto fjalë nga kolegu i tij, tha: "Unë jam i befasuar që te Fenerbahçe u befasuan kështu nga Arber Hoxha. Hoxha bëri një performancë breslënse edhe ndaj Hajdukut dhe duhet respektuar. Jam shumë i lumtur për të, i meriton të gjitha", tha Kovačević. Një super formë e Arber Hoxhës që vjen në momentin ideal, pasi edhe për pak ditë Shqipëria do të përballet kundër Serbisë në Leskovac për të luajtur finalen e madhe të vendit të dytë.